plaset fabula në ekran, Ledio. Në fakt, debati matë është i ndrit Vokshi, kjo puna e hartës territoriale, që në fakt nuk është gjë tjetër, veç se një hartë zgjedhore përveç të tjerave, fillon nga ajo dhe pastaj nga administrimi i territorit. Ka një debat shumë të madh, jo vetëm në Shqipëri, po gjithandej edhe në vende shumë të zhvilluara të Europës, ndoshta edhe më gjerë. Janë dy kategori mendimi, linja mendimi. Njëra është që thotë territori duhet të jetë sa më i vogël, sa më i coptuar që të qeveriset mirë dhe një nga shembujt, për shembull, një nga shembujt që ka funksionuar deri vonë, tani ka atje kriza të tjera që ka rënduar dhe këtë, ka qenë Franca. Për shembull, në Francë, mund të ketë vende të tjera në Europë, ti do më thuash, po në Francë ka që e njoh pak më mirë, atje mund të ketë dhe një kryetar bashkie që ka vetëm për shembull 150 banor, fshati i vet. Ka dhe një kryetar bashkie. Përgjithësi këta nuk marrin as lek, janë kështu, janë, si thuhet, vullnetar. Po ndërkohë janë me zgjedhje. Zgjidhen. Po. Kjo është shumë interesante. Për të thënë se si është decentralizuar pushteti vendor në atë vend. Po na Francë si shembull, do t'i mund më japë një shembull tjetër. Atje ata bile kanë një pushtet aq të madh, e kanë shumë të madh pushtetin, dhe pse her pas here ju mungojnë parat, edhe ata kanë nevojë për subvencione nga qeveria qendrore. Prap mblidhen njerëzit dhe investojnë vetë kur duan të bëjnë një rrugë që prishet, një gjë që ka lidhje me tokat aty, me bujqësinë, një kanal ujitje, një gjë flas për gjëra fare të vogla, për gjëra minimaliste të jetës përditshme, pa u futur pastaj në projekte të mëdha. Ndërkohë ka një linjë tjetër mendimi i ndrit, që është si kjo që ka qeveria e sotme, që sa më pak kryetar bashkish të fusi me Tiranën dhe këtë të ketë, pra se thua, ndahet në pak territore Shqipëria, sepse është më mirë. E pa në njëmë duha ditë ti me cilën je. Je me të parën, me këtë që të decentralizohet sa më shumë, pushteti lokal, apo me të dytën, që të centralizohet sa më shumë? Unë në parim jam për decentralizimin. Për të parën, dhe me thëmë. Në parim për decentralizimin, por jo në formën që e the me 1500 banor ose... Me 150, më 150. Pra, shperë, fare. Nuk ka Shqipëria një traditë komunitare të punës vullnetare. Ka dhe një alergji nga puna vullnetare, se i sjellat alergjin që na fuste në verin punë me zor, dhe duke qenë se nuk e ka këtë tradit, nuk e mban. Një komunë të... Kam qenë njerë një komunë në Hungari, quaj Ormanshag, ishte park bimor, dhe kryetari nuk merrte rrogë dhe menaxhonte punët e bashkisë me fshatarët e zonës. Kishte tradit komunitare në menaxhim. Ti nuk e ke këtu, në çdo bashki duhet vi një deputet dhe duhet ta pyesin atë çfarë rrugë do na bësh ti dhe sa do. Nëse nuk është e thënë që këtu të ketë kryebashkiak për 150 banor. Pra pari të der atje. Ne kemi nevojë për një gjë tjetër, në kuptimin e decentralizimit dhe për llojin e decentralizimit. U bë reforma e vitit 2014-15, pra për zgjedhjet e vitit 2015. U shkoput lidhja midis këshillave të fshatrave dhe këshillit bashkiak dhe kryetarit të bashkisë. Sepse ka hallka lidhse, është kryetari i bashkisë, këshilli bashkiak janë dhe këshillat e fshatrave dhe kryetarët e këshillave të fshatrave. Nëse Lezhë, po themi, ka 62 fshatra, supozohet të kemi 62 këshillat të fshatrave dhe 62 kryetarë fshatrash funksional, të cilët adresojnë problemet e tyre komunitare për fshatin tek bashkia. Kjo lidhja ka humbur me reformën. Është shkëputur hallka midis institucionit kryesor qendror që është bashkia, e cila është zemra që pompon të financat dhe projektet, sepse nuk bëhet fjalë që fshatra dhe komunat vogla të hartojnë projekte dhe të financojnë projekte, por ka një shkallëzim me bashki, njësi administrative dhe këshill fshati. Kjo ka humbur në Shqipëri. Këtu partia në pushtet kërkon të zgjedh edhe kryepleqt për t'i pasur kryetar të kutive të votimit, për çështje të votave, nuk funksionojnë de facto këshillat e fshatrave, që 15 vetë një fshat të mblidhen dhe të kërkojnë takim ose të lidhin marrëdhënie me kryetarin e bashkisë dhe me këshillin bashkiak për punët komunitare, që ju i sollët si shembull në Francë, dhe këta thonë tani të bëjmë një strukturë edhe më të madhe. Pra, edhe më të madhe do të thotë edhe më monstruoze dhe edhe më larg njerëzve. Pikërisht pra. Unë nuk jam për këtë. Ka një parim në qeverisje që quhet
qeverisja afër qytetarëve. Kjo ngjan si klishe. Pse e ndruan atë që ishte? Për çfarë e bëri kjo? Do të ta shpjegoj pasi të shpjegoj këtë subsidiaritetin. Pra subsidiariteti është parimi kryesor qeverisë si Bashkimit Evropian dhe i komuniteteve në Europë. Subsidiaritet do thotë që pushteti i vërtetë është tek njerëzit, tek bashkia, tek komunitetet dhe pushteti më i fuqishëm qendror ndërhyn vetëm në raste specifike për ndihmë dhe për të realizuar disa kompetenca në ndihmë. Ky është një parim i shpallur në, mos gabojmë, vitin 1932 ose 3 nga Papa me një enciklik që quhet Kontragesi Mohani, që shpall subsidiaritetin si themel të qeverisjes komunitare, të ndihmës së kishës ndaj familjes, dhe u adoptua edhe politikisht. Është edhe parim kryesor i CDU si partive demokristiane, kristian-demokrate në Europë. Pra këta nuk marrin këtë, këta bëjnë reform gardhësh, dhe nuk bëjnë një reform të decentralizimit financiar. Nëse një bashki ka burime, ka biznese rreth rrugëve në autostradë, duhet të mbledh taksa vetë dhe të ketë vetë buxhetin dhe administrimin e buxhetit, nëse ka burime. Aty ku nuk ka burime mund të bashkohet me komunitete dhe me bashki të tjera. Por është e rëndësishme që qeverisja të jetë gjithmonë afër qytetarit në kuptimin e subsidiaritetit, që qeverisja reale është qeverisja vendore dhe qeveria qendrore vjen në ndihmë, pra ruan disa kompetenca si kufijt, rrugët, policia, gjykatat, ama vendi qeveriset në mënyrë të decentralizuar. Kjo është e rëndësishme dhe nga ana e menaxhimit komunitar, por është e rëndësishme dhe në aspektin politik, sepse në aspektin politik kjo nuk lejon qeverit të forcohen dhe të bëhen diktatoriale. Nëse 80% të parasë së Shqipërisë ta menaxhon kryeministrin, këtë rast Edi Rama, dhe ju thot tjerëve që nëse nuk jeni me mua, unë nuk ju jap para, i kërcënon kandidatët për kryetar bashkie në fushat, ne duhet të shkojmë tek një sistem më i decentralizuar dhe më demokratik në kuptimin e kompetencave të shtetit. Dhe mendoj se ka nevojë Shqipëria edhe të prodhoj elita lokale. Të mos përqendrohet gjithë pushteti në Tiranë, që edhe ata të cilët kanë talent për të qeverisur në Korçë, në Vlorë, në Shkodër dhe vende të tjera, të detyrohen të braktisin vendin e tyre për të ardhur dhe për të ndëritur afër pushtetit dhe afër paras. Decentralizimi financiar është shumë i rëndësishëm. Ta thonë, do kemi në reformë territoriale, por nuk flet askush për ligjin për decentralizimin financiar. Si do jetë raporti financiar? Ku do i marrin parat? Sa të përgatitur janë këta për të futur në fondet e Bashkimit Evropian? Pra pjesa më e rëndësishme nuk diskutohet. Thonë do të bëjmë një reformë gardhësh, që Edi Rama ta menaxhoj më mirë, partia tjetër thotë ne do të bëjmë çdo kodër komunë, se është me modelin e vjetër të fusim militant në punë. Të marrin në disa ngastra feudale dhe të fusim disa militant në punë. Po kjo është si e para si e dyta në dëm të shtetit dhe në degradim të shtetit. Askush nuk po flet për një qeverisje të vërtet dhe afatgjatë. Pse e bën në vitin 2014? Sa po erdhi Edi Rama në pushtet, reforma e parë që konceptoi ishte reforma territoriale. Me një qëllim, eliminimin e bazës së pushtetit të Partisë Demokratike që ishin komunat. Shumicën e komunave i kishte Partia Demokratike dhe kishte instaluar disa kryetarë dhe disa interesa, një traditë pushteti ose simbole të caktuara pushteti. Këta erdhën dhe thanë që ne do të asgjësojmë bazën e pushtetit të deri tanishëm të Partisë Demokratike dhe rezultati vitit 2017, ku Edi Rama mori vetëm 74, edhe pse nuk favorizohej në asnjë lloj rrethane, është ndër të tjera edhe për shkak të eliminimit të komunave dhe mënyrës së pushtetit vendor. Pra ishte arsye politike, ishte një reformë as pak profesionale dhe banditeske, çoi disa bashki në falimentim, sepse nuk ishte reformë e mirë menduar në kuptimin e organizimit të pushtetit të bashkive, ishte një reformë kufinsh, nga që i kishin votat, Rama Meta në atë kohë, e janë i thamë bëjmë një llogari të përfshim fshatra, të heqim fshatra, të vëmë fshatra, që ne të fitojmë më shumë njësi. Të shikonin cilët janë fshatra me tendencë majt, cilët janë fshatra me tendencë të djathtë, cilët janë krahina të majta dhe të djathta, dhe e arnuan listën elektorale për të menaxhuar më shumë pushtet dhe më shumë njësi bashkiake. U bë për këtë arsye, dhe prandaj ne vim në 10 vjet ku thonë të na duhet tani një reformë e re territoriale ne, sepse do të futemi në marrëdhënie me Bashkimin Evropian,
na duhen institucione rajonale, sepse entët e Bashkimit Evropian futen në marrëdhënie me entë rajonale. Direkt, po. Nuk futen me komuna. Ndërmjet qeverisë. Pra vim në këtë moment, pasi u shkatrua pushteti vendor në Shqipëri, pasi centralizoi gjithçka e Dirama në Tiranë, me leje ndërtimi, me kompetenca, me para, pra centralizoi gjithçka, tani janë kujtuar që na duhet një rindarje. Pra eksperimente me Edhe kjo pritet të jetë fake apo jo? Absolutisht që do të jetë fake, sepse nga mënyra si niset do të jetë një reformë falco. Kjo është një reformë thjesht për të bërë. E bëm në një reformë dhe mbas 15 vjetësh do të kërkoj një reformë tjetër, sepse do t'ju shkojnë në falimentim institucionet dhe instancat. Pra Bashkia në Shqipëri nuk është e konceptuar si qeverisje, është e konceptuar si kompani private e partisë që ka një vot më shumë në atë territor. Pra funksionon për punësim të militantëve, funksionon për shit blerje nafte dhe shërbimesh, funksionon për të bërë urdhra punë falco, pra paguaj para, paguaj punë për njerëz që nuk e bëjnë as punë, funksionon si qendër ndërlidhëse për të gjitha kafet, lokalet dhe restorantet rreth bashkive, pra nuk bën punë, nuk ka projekte pune. Pra institucioni i bashkisë është totalisht i degraduar në Shqipëri. Shiko si ndërmarrje punësimi. Dhe askush nuk po flet për reformë institucionale, reformë financiare dhe reformë burimesh njerëzore. Çfarë do lloj ndarje gardhi të bësh? Nëse do shkosh të fusësh militantët e partisë përkatëse në të bashki, asnjë projekt nuk do të realizohet, sepse nuk ka si realizohet. Që dy trupa të hyjnë në një marrëdhënie duhet të kenë pak a shumë natyrë të njëjtë, natyrë profesionale. Pra thuhet që do të marrim projekte nga Bashkimi Evropian, por këtu ka bashki, jo që nuk din të shkruajnë projekt, por nuk din të shkruajnë email. Qartë. Pa janë bashki të cilët presin ndonjë tender, presin kur të vinë ndonjë deputet që të kenë ndonjë interes për të bërë ndonjë ujësjellës, që të futen vetë dhe të marrin pjesën dhe përqindjen tek ai ujësjellësi. Pra nëse nuk rikonceptohet pushteti vendor, nëse nuk bëhet propagandë për të ndryshuar njerëzve për fytyrimin për bashkinë dhe për pushtetin vendor, dhe të mos bëhet bashkia si një ndërmarrje ku shkohet dhe kërkohet punë, dhe jo ndërmarrje e cila gjeneron punë nëpërmjet politikave. Unë mbaj mend kur u fitua Bashkia e Lezhës në vitin 2015, po rrinim në zyrë me kryetarin e partisë dhe tha kryetari, tha shkojmë të vizitojmë pa kryetarin e bashkisë se sapo kishte hyrë në zyrë. Qartë. Shkuam unë gjitëm katë dytë, diku të 80 vetë, duke pritur për të takuar dhe për t'i kërkuar punë kryetarit bashkisë, se Lezhës. Edhe zbritëm shkallëve, sepse nuk mundeshim ta takonim, sepse ishte punë. Pra njerëzit e pa punë, i fusin njerëzit në pa punësi, dhe pastaj detyrojnë që shkojnë kërkojnë punë tek bashkia. Pra janë zyra pune me preferencë, me lidhje familjare, shok mas shoku. Zyra pune me kusht që? Me kusht që të jesh miku, shoku i partisë ose diçka tjetër. Nëse nuk rikonceptohet që bashkia të gjeneroj punë, unë kam qenë në një projekt të Partive Popullore Europiane për bashkit, për atë që quhet zhvillimi qëndrueshëm lokal. Kam parë bashki në vende të cilat janë të fokusuara tek natyra ekonomike që kanë. Pra dhe qeverisën shfrytëzojnë çdo centim të tokës dhe çdo burim njerëzor, pra çdo njeri të talentuar. Dhe çfarë bëjnë? Krijojnë atë që quhet prona e vogël agrare ose prona e vogël e industrisë së përpunimit. Cilat bashki janë që të bëjnë politikë aty këtu për krijimin e pronave vendore, të pronave qofshin fshatare, qofshin zejtar, qofshin njerëz të cilët përpunojnë ato fruta perimet, pra hapin vende pune dhe gjenerojnë prodhim. Pra këtu bashkit nuk janë zemra që pompon atë nervin dhe gjakun për të futur në disa politika të cilat vetë-vetiu do të krijojnë kushtet për të pasur një prodhim dhe për të pasur një vlerë shtesë në treg, sepse prodhimi e jep vlerën shtesë në treg. Dhe këta nuk e bëjnë këtë, sepse nuk kanë politika. Dhe u pamundsojnë dhe subjekteve private për t'investuar, sepse nuk çojnë rrugë dhe ujë në krahina të caktuara të cilat janë potencialisht të zhvillueshme, si në agrikulturë, si në bujqësi, si në blegtori, dhe si në turizëm, ndoshta dhe sektor tjera. Pra nëse nuk ndryshohet për fytyrimi që ne kemi mbi bashkinë, që bashkia gjeneron politika dhe nuk është ndërmarrje punësimi, le të bëjnë këta 100 reforma territoriale nuk kanë për të arritur asgjë. Nuk kanë për të arritur asgjë sepse e kanë gabim mënyrën se si e konceptojnë institucionin. Dhe ne do të lëmë nam, do të bëhemi geto e Bashkimit Evropian në kuptimin e qeverisjes, nëse do të vazhdojmë në këtë mënyrë. Bëjmë një xhiro dhe pastaj do kthehemi për ta mbyllur emisionin e Indrit, na kanë mbetur edhe pak minuta.
Po bëjmë një xhiron Dorelan Ledio, edhe rikthehemi se të duhet të kujtojmë që në fakt shumë të thjeshtë, dormire bene, vivere meritu, më thënë, flini mirë, të flësh mirë, ti jetosh më mirë. Bravo Dorelan. Dhe rikthehemi Ledio edhe njerë me muzikë, me të njëjtën fabull. Ajo që duhet të kuptoj në dritë nga ty, sonte, përfitojmë dhe nga këto minute që da kam betur, se dhe na bjerë gongu. Ledio, kur të mbyllet koha, të lutem, duhet të gjë gongu, në? Që ta këta kuptoj. Sepse unë me Indritin, po të më lësh, mu të rinë pa fund. Indrit, për ta kuptuar më mirë, për desa këta ndryshuan, qeveria që është sot, që ka 13 vetë në pushtet, për desa ndryshuan 2014 dhe morën hartën e tyre që deshën, sepse aqëm të për atëherë opozita e bojkotoj procesin, nuk moni pjesë fare. Unë se kuptoj, pse kërkojnë të bëjmë prap tani? Pra se thua, përse Rama thot të bëjmë një marrëveshje tjetër territoriale? Është një lloj kërkese. Thua, jo, çfarë duhen të heqin apo të shtojnë? O, këta kanë dy mendime. Mendimi me bashki qark, Që do thot? që do të thotë Këshilli i Qarkut i sotëm, do të transformohet në bashki me kryetarin e Këshillit Qarkut me zgjedhje. Më jep një shembull ta kuptoj. Këshilli i Qarkut të Tiranës, që përfshin gjithë qarkun e Tiranës. Këshilli i Qarkut çdo me thënë? Këshilli i Qarkut do të thotë bashkit, dikur kanë qenë dhe komunat, çojnë përfaqësuesit në përqindje nga këshillat bashkiak të bashkive, i zgjedhin nga aty dhe i çojnë për të formuar Këshillin e Qarkut. Ka një këshill qarku. Atëherë, më fal, pjesë e prefekturës kjo këshilli i qarkut? Jo, është diçka tjetër. Pra këshilli i qarkut formohet nga bashkitë dhe njësitë vendore të atij qarku. Nga këshillat bashkiak të... Për çfarë shërbejnë këto këshilla qarku? Pra nga këshillat bashkiak të Rogozhinës, po them Kavajës, Kamzës dhe Vorës dhe Tiranës, çohen disa njerëz dhe formojnë këshillin e qarkut. Dhe ky këshill i qarkut ka pasur disa kompetenca për të bërë disa politika vendore rajonale në territorin e qarkut në fjalë. Por nuk është se ka kompetenca të forta, ka pasur disa çështje mbi tokat dhe për shembull Këshilli i Qarkut Lezhës ka bërë disa rrugë, krijon harta, ka ato kompetencat e veta. Ne kemi 61 bashki apo jo? Sa kemi? Ne kemi 61 bashki. Dhe duan të bëjnë Këshill Qarku, që do të thotë bashki qark, që do të thënë ti reduktojnë në 12. Paka shumë. Është me nivele, pra më lejo të shpjegoj. Janë 12 qarqe, një mendim është që këto 12 qarqe të bënë në 12 super bashki, të mos luhen bashki që janë, thjesht ju paksohen kompetencat, që do të thotë zyra e urbanistikës, zyra e ligjeve, zyra e projekteve, ju hiqen bashkive dhe shkojnë tek super bashkia në qark. Këshilli i Qarkut sot zgjidhet nga antarët e Këshillit të Qarkut, këta duan ta kthejnë me votë popullore. Dhe antarët e Këshillit të Qarkut nga të zgjedhur nga këshillat bashkiak duan t'i çojnë të zgjidhen me votë popullore dhe të krijojnë një super bashki në qark. Dhe njësitë e tjera, po them Kamzën... Super bashki, më fal, pa kompetenca financiare? Me shumë kompetenca, sepse do të marrë zyrën ligjore, zyrën urbanistikës së territorit, do të marrë zyrën e projekteve nga jashtë. Po çfarë interesi ka Rama i cili do që t'i vizatoj vetë Shqipërinë? Kam përshtypjen se ja kërkojnë në çështjet e negociatave me Bashkimin Evropian. Pra është kusht pra i kërkojnë, nuk e di ta them kusht direkt, po kam përshtypjen se ja kërkojnë ata sepse ata kanë një model të tillë. Pra duhet të përshtatet diçka. Dhe është një mendim tjetër që bashkitë të qëndrojnë kështu dhe por të zvoglohen në numër dhe t'ju jepet më shumë territor. T'ju jepet më shumë territor, të hiqen numër bashkish dhe bashkitë ekzistuese të marrin territor. Mund t'jenë 39 ton ata ose 35. Zë jenë 12. Kërkojnë, pra janë dy mendime të cilat nuk... Që kërkon 12-ën? Rama apo Berisha? Shiko, për fat të keq Berisha nuk ka ndonjë draft. Jo, nuk ka ndonjë draft dhe nuk dim ndonjë ofertë konkrete të tyre që të kenë dalë në media dhe të kenë thënë filozofia jonë për pushtetin vendor është kjo. Këto dy filozofi që të them janë dy filozofi brenda Partisë Socialiste. Kush, mi thuajnë që janë këto pra bashkia qark. Jo, po kush i ka propozuar, dim që? Nuk e di kush i ka propozuar. Elisa Spiropari? Nuk besoj. Jo. Nuk e di, ndoshta mund t'jetë dhe Elisa, por është grupi i Partisë Socialiste që rre këto dy mendime, por nuk kanë konkluduar me draft.
Është mendimi për të shkuar nga nuk kanë konkluduar me draft, nuk kanë edhe mbledhjet e komisionit filluan vonë, nëse të kujtohet nuk shkonte përfaqësuesi PD-s Luciano Boçi, aty do detyruan t'i heqin të drejtën e vetos parlament për të vazhduar këta punën. Pra është mendimi për 36 ose 35 dhe zgjerimi territoreve të tyre, dhe është mendimi për shkuar me 2 nivele, diçka si që ka Italia me presidente di regione. Qartë. Anë rajone, po. Pra të rajonizohet, të ekzistojnë këto bashkit që janë të voglat, por të mos kenë kompetenca thelbësore. Pra asë në zyrën juridike, të mos kenë kompetenca asë në zyrën e projekteve, mos kenë kompetenca asë në urbanistik në territor. Qartë. Pra janë diçka... Pra ti thua të fuzë dhe prezident rajonesh? Duhet të bëjnë prezident rajonesh? Pra është një mendim që të bëhet me 12, dhe këta kryetarët e bashkive, 61 ose 51, sa mund t'jenë, këta të rrinë thjesht si menaxher të disa detyrave simbolike dhe jo shumë të rëndësishme në kuptimin shtetëror, thelbësor, financiar dhe administrativ. Pra është me 2 nivele. Niveli vërtet i pushtetit mendojnë që do t'jetë Këshilli i Qarkut dhe kryetari i Këshillit të Qarkut. Buxhetin kush do e ketë? Këshilli i Qarkut, kryetari i Këshillit të Qarkut. Jo kryetari i bashkisë. Jo kryetarët e bashkive më. Është një ndër mendime që është rrahur në korridoret e politikës shqiptare. Ka pastaj mendim tjetër korridor që Partia Demokratike propozon që të shkohet në 90, në 95, duke fragmentarizuar edhe më tej, duke parë zonat ku mund të fitojë zgjedhjet, për të rritur numrin e bashkive dhe për tonë janë fituese një numri më të madh të bashkive dhe për të kundërtën apo jo? Sepse në fakt Berisha përfaqëson modelin e të kundërtës. Por çështja e decentralizimit nuk është shablon. Se duhet të decentralizosh në mënyrë strukturore dhe ligjore, nuk duhet të decentralizosh në mënyrë parcele, sepse quhet parcelizim dhe reforme gardhëve. Nuk është reformë administrative kompetencash. Nëse këshillat bashkiake nuk janë funksional, nëse ata nuk kanë kapacitete për të bërë projekte, nëse nuk kanë burime në territor për të menaxhuar, çfarë do? Sepse vërtet i kërkon 300 komuna dhe vërtet kërkon autonomi dhe decentralizim. Mirë po, kundërshtari politik thot kërkon ti decentralizim dhe autonomi për shumë mirë, po ta miratoj dhe po t'i lë pa financa këta. Qartë. Që të menaxhohen vetë. Pra bashki si Cërriku, Mamurra, si Peqini, a mund të vetë menaxhohen? Pra kanë burime për të mbledhur taksa dhe për të paguar rrogat e veta? Tani si ja bëjnë aktualisht? Po tani kanë transfertat të kushtuara dhe transfertat pa kushtuara nga qeveria. Qendrore. Pra këta nuk kanë një përcaktim edhe buxhetor, pra nuk kërkojnë përcaktime buxhetore. Me artën e re territoriale Idrit Vokshi, ti mendon se do kenë më shumë kompetenca kryetarët e bashkive të 2027-s? Nëse miratohet versioni i rajoneve, mendoj që do kenë shumë pak, sepse do të përqendrohen në qark. Nëse mbetet modeli me 35 ose 39, mund ta kërkojë Edi Rama, ajo mbetet siç është sot. Sepse kryeministri i Shqipërisë nuk është i gatshëm të ndaj pushtet. Nuk është i gatshëm të lëshoj para, nuk është i gatshëm të lëshoj kompetenca, dhe duke mos qenë i gatshëm për këtë, po do të marrë disa prefekt të vetët, prefekt real ose disa guvernator të vegjël, përmes të cilëve do të qeverisë, pra do t'i vendos njerëz që japin leje ndërtimit si do ai, miratojnë projekte që do ai. Pra janë ata të bindurit, të cilëve ju kërkon llogarinë ato mbledhjet e famshme. Pra mund ta marrin dhe këtë model dhe nuk është i gatshëm për t'i dhënë kompetenca shtesë. Pra nuk janë, sepse këtu është degraduar në gjitha anët. Ishte një sondazh i OSBE-s dhe i shoqatës së bashkive të forta, që thoshte 90 ose 95% dhe këshilltarëve bashkiak në Bashkitë e Shqipërisë nuk dinë sa ka buxhetin bashkia ku janë këshilltar. Dhe nuk pretendohet që këta të bëjnë politika. Pra është ajo që ju thash që këtu mendohet si një ndërmarrje punësimi, të fitojmë bashkinë, të futemi në punë, të marrim rroga, të vjedhim naftë, të marrim tenderin e pastrimit, të marrim disa toka, të marrim disa privilegje, pra është diçka mesjetare. Në kuptimin kur mbreti ndante disa lloj rentash, disa lloj çifligësh. Pra dhe në secilin model që shkojë kjo do jetë dështim. Por këta luajnë në trazimin dhe në disbalancimin dhe në krijimin e pasigurive dhe paqëndrueshmërisë qeverisëse në Shqipëri. Një herë 10 vjet nuk mund bësh reformë. Dhe nuk kanë edhe kapacitet.
Indrit, u kënaqa shumë sot, në fakt folëm për dy çështje shumë serioze, ti të patën këto me shumë seriozitet, të shohim si do dalin. Gjithsesi, miq, ky është momenti që ne të largohemi, Indrit falenderoj jashmase. Faleminderit. Sot isha me Indrit Vokshit dhe folëm për dy, në fakt anashkaluam komplet aktualitetin dhe folëm për dy çështje të cilat kishim me kohë në fakt në mendje për të folur. Indriti kishte me shumë interes për të folur për këto, për kodin e rizgjedhor, si do bëhet, cilat janë interesat që luhen, kush janë grupet e interesit, a ka hile apo s'ka ky kod zgjedhor, etj. Dhe për reformën e re territoriale, pra për hartën e re territoriale, pse po ndryshon prapë që nga 2014 që i thonë që sa i bie 12 vjet më parë, po. Pra, sot isha me Indrit Vokshin, nesër pritet të jem me ambasadorin Roland Bimo. Nesër do flasim, edhe nesër do jetë i njëjti koncept në fakt, do ikim nga aktualiteti, do flasim për Kinën. Do mundohemi të rikthejmë Kinën në se thuash, Kinën në Shqipëri, Kinën kur bëri marrëveshje me Shqipërinë në kohën e Hoxhës, pasi Hoxha e humbi të gjitha aleatët, iku nga të gjithë, i mbeti Kina. Denoncoi revizionizmin. Çka qenë Kina për ne, zënja zotërin, për të gjithë ju që jeni tani, sa vjeç mund të jenë, ata që e përjetuan atë kohë, marrëdhënien me Kinën, marrëdhënien e afërt me kinezët. Mbi 65. Mbi 65 vjeç, nesër do të jeni këtu, do të pranotoni këtë emision për të risjell. Roland Bimo është një ambasador i cili ka jetuar në Kinë, ka qenë në shkollë atje, ka jetuar shumë vite dhe pastaj pas shkollës ka qenë dhe në ambasadën kineze, gjithmonë flasim para viteve 90, shumë interesante. Por do flasim dhe për Kinën e sotme, për Kinën moderne, për Kinën si superfuqi, cilat janë lidhjet që mund të ketë Shqipëria me Kinën. Kryeministri i Shqipërisë, ju e dini, vetëm pak ditë më parë, prapë i referua Kinës, foli me terma shumë të përzemërta për Kinën, gjë që mund të ketë provokuar disa ambiente vërdall diplomatike në Tiranë. Do flasim dhe për Kinën sot. Presim të thot Kina Motor. Kina Motor, bravo. Shumë interesante Kina. Shumë është qytetrim 3000 vjet. Jo, po s'do mos sot. Të gjithë sot duan Kinën. Nuk është më, bile unë ka përshtypjen se shumë shpejt do jetë më ëndra europiane, do jetë ëndra kineze. Është një rikthim i fuqishëm shumë në Kinë. Do të them fjala kinezërira do marrë Do marrë konotacion një pozitiv pozitiv. komplet tjetër. Në mos po ka marrë tashmë. Vërtet. Sepse ne po jetojmë me Kinën çdo ditë, në shtëpitë tona, në makinat tona, në gjithçka. Kina është atje, lashin. Nesër me Roland Bimon, Indrit, falenderoj jashtë. Faleminderit. Po jemi me Samsonin, ruani veten toksor. Corruption is not bad. Corruption is only bad if I'm not involved. Yes. But if I'm part of that corruption, I'll defend it.